Parku kombëtar i Butrintit vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituara gjatë sezonit veror. I njohur për trashëgiminë e tij të pasur historike dhe kulturore, ai tërheqet çdo vit mijëra turistë nga vende të ndryshme të botës. Vizitorët shprehen të mahnitur nga kombinimi i historisë me natyrën, ku rrënojat antike ndërthuren me gjelbërimin dhe lagunën përreth. Është një vend i jashtëzakonshëm, ku historia dhe natyra ndërthuren në mënyrë perfekte. Teksa ecim nëpër park, ndihemi sikur po udhëtojmë pas në kohë, duke zbuluar qytetërime të lashta. Është një eksperiencë shumë e veçantë dhe ndryshe nga çdo vend tjetër që kemi vizituar. Butrinti është një nga vendet më interesante dhe më mbreslënëse që kemi parë deri tani. Monumentet janë shumë mirë të ruajtura dhe gjithçka është organizuar në mënyrë që vizitorët ta shijojnë maksimalisht. Atmosfera është e qetë dhe shumë relaksuese. Shëtitjet në park dhe eksplorimi i monumenteve historike ofron një përvojë unike për çdo turist. Na pëlqeu shumë qetësia dhe bukuria natyrore që ofron ky park. Peizazhi është i mrekullueshëm dhe të jep mundësinë të shkëputesh nga zhurma e përditshme. Është një vend ideal për të kaluar kohë cilësore dhe për të mësuar më tepër rreth historisë. Përveç vlerave historike, Butrinti vlerësohet edhe për qetësinë dhe bukurinë natyrore që ofron. Interesi i lartë i turistëve konfirmon këtë zonë si një nga pikat më të rëndësishme turistike në Shqipëri.